Zonja dhe zotërinj, mirë se vini në këtë edicion qendror informativ ku ndër të tjera ju ftoj të ndiqni. Në takimin me shqiptarët në Milano, kryeministri Rama tha se me votën e 11 majit mbrohet drejtësia e re nga ofensiva e Kënetës dhe për Shqipërinë pjesë të Bashkimit Evropian. Në takimin me shqiptarët në Breshja, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha tha se Partia Socialiste hapi fushatën me vallën e hajdutëve, ndërsa sipas tij Europa i ka syt nga 11 maj. Lesh 2 arrestime për konfliktin mes të rinjve në kërkim edhe një 15 vjeçar. Izraeli shton sulmet në Gaza, goditet spitali evakuohen të sëmurët. Incidenti me skuadrën shqiptare FSHF Federata Serbe të shqyrtoi çështjen. Do të njihemi tani më gjërësisht, kryeministri Rama u bëri thirrje shqiptarëve të diasporës, por jo vetëm, që të votojnë për Partinë Socialiste në 11 maj për të fituar shansin historik të antarësimit në Bashkimin Evropian dhe për t'i lënë trashëgimi fëmijëve pasaportën europiane. Në takimin e mbajtur në Milano, Rama tha se me këto zgjedhje do të mbrohet edhe drejtësia e re nga ofensiva e Bufit dhe e Kënetës, ndërsa nuk kurseu ironin për partitë e reja që garojnë për 11 majin. Kryeministri Edi Rama nga Milano kërkoi shqiptarëve që jetojnë në Itali votën për Partinë Socialiste në 11 maj, si mundësinë e vetme për të dhuruar fëmijëve pasaportën europiane që do jetë produkti i antarësimit në Bashkimin Evropian. Tashmë që ky shans ka trokitur dhe dera është e hapur sipas tij. Rama tha se Partia Socialiste i duhet një mandat tjetër 4 vjeçar për të fituar bastin me historinë. Pikërisht tani ne shqiptarët nuk mund ta humbasim kurse si këtë shans që është një takim me historinë. Është mundësia për ta bërë realitet duke të i kaluar të gjitha dasit partijake, të gjitha llogore dhe barikadat, të gjitha hendeqet dhe sherret për ta bashkuar Shqipërinë e tërë, Shqipërinë e socialistëve dhe demokratëve, Shqipërinë e të gjithë shqiptarëve në sofrën e Bashkimit Evropian. Kreu i qeverisë tha se me votën e 11 majit do të mbrohet edhe drejtësia e re, që u ndërtua me vullnetin e Partisë Socialiste, ndërsa pala tjetër, të cilën Rama e quan Kënet, sipas tij ka penguar drejtësinë të bëj punën, edhe kur ka marrë jetë të pafajshme kur ka qenë në pushtet. Partia Socialiste e Shqipërisë, populli socialist dhe progresist, ju të gjithë bashkë mund të mbrojmë drejtësinë nga ofensiva e Bufit, bretkocave dhe mushkonjave, që si që keni parë përbetohen se në 12 maj do shkrinë spakull. E vërteta është që në 12 maj ata thjesht dhe vetëm do prezantohen me nocë rrokull. Kryeministri Edi Rama ironizoi dhe partitë e reja që sipas tij kanë të re vetëm fytyrat dhe moshën e kryetarëve, pasi shfaqin një mendësi të vjetër dhe në ato që premtojnë. Ulesh aty dhe pastaj të vësh votën, dhe pastaj ta mbyllësh, dhe të marrësh rrugën për ta çuar ke posta, dhe ta bësh gjithë të mundim për ta hedhur votën në një Kënet dhe Shqipëri është vërtet turp. Janë dhe ca tjerë që vinë vërdallë dhe këtu nëpër Itali. Ne jemi forcë e re, kanë dhe ca emra, jo bëhet, jo s'bëhet, jo mundet, jo s'mundet, jo bashk, jo veç, ju premtojnë qiqra në hell. Të qosh votën dhe për ata është ta qosh dëm. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ishte në Breshja të Italisë në një takim me emigrantët shqiptarë. Ai u zotua se do të mbaj premtimet e dhëna dhe se pret që shqiptarët e diasporës japin goditje të fortë regjimit e Edi Ramës. Berisha shtoi se Europa është me syt nga 11 maj dhe se pret fitoren e Partisë Demokratike. Kryedemokrati komentoi edhe hapjen e fushatës së Partisë Socialiste, ku tha se ministrat e Ramës kërcyen vallën e hajdutëve të parave të shqiptarëve. Nuk ka dhunë politike, nuk ka bandit dhe banda, nuk ka krim të asnjë lloji që mund të mposh shqiptar në diasporën në Itali dhe në botë. Se ata me 11 maj firmosin fundin e Edi Ramës, fundin e narkodiktaturës. 500 euro do t'jetë rroga minimale
1.200 euro do t'jetë rroga mesatare, 5 vite pa taksa për ju, pjesëtim disa eri taksës pronës për ju, shkolla për fëmijët tuaj kudo që jeni. Totorino i Shqipërisë hapi fushatën më të shkret që ka hapur ndonjëherë ajo parti, ai u përpoq të mbuloj dështimin me vallën e ministreshave të tij, të stolisura sikur t'ishin sultaneshat Zulilandit, me aksesore gjingla mingla nga më të kushtueshmet. Pasaporte europiane Edi Rams, ka ftyrën e Taulat Balls, ka ftyrën e tij, ka ftyrën e Jon Velis, ka ftyrën e Lefter Koks, ka ftyrën e Ergys Çyrbes, ka ftyrën e Savet Bajrit, ka ftyrën e Suel Çels, ka ftyrën e bandave, e hajdutëve më të mëdhenj në Europë. Sot Europa i ka sytë e tëra tek 11 maj, tek vota juaj, tek fitoria juaj, fitoria e Shqipërisë. Drejtuesi politik i Partisë Demokratike në qarkun e Fierit Gazmend Bardhi ishte në fshatrat e Roskovecit, ku dëgjoi shqetësimet e fermerëve për mungesën e tregut për produktet e tyre. Bardhi tha se Partia Demokratike ka gati planin e emergjencës 100 ditore për fermerët. Drejtuesi politik i Partisë Demokratike në qarkun e Fierit Gazmend Bardhi ishte në fshatrat e Roskovecit, ku është takuar me fermerë dhe banor të zonës për të parë gjendjen e vështirë të tyre që vuajnë mbështetjen e qeverisë për të vijuar të punojnë tokën. Sipas Bardhit, mbështetja për fermerët është pjesë e planit e emergjencës 100 ditore në programin e Partisë Demokratike. Ne kemi marrë kush janë 10 shqetësimet kryesore që kanë njerëzit. Pra nuk kemi dalë për t'i dhënë zgjidhje çdo gjëje, se ti nuk i zgjidh brenda një mandati gjë. Pse e kemi bërë këtë? E kemi bërë sepse do vi mas 4 vitesh dhe përballemi me njerëzit çka kemi premtu, çka kemi bërë. Të kam premtu këtë, kam bërë këtë. Prandaj dhe nuk kemi hap thesin për të thënë do zgjidhim këtë, Kemi marrë kush janë shqetësimet kryesore dhe prandaj thashë kemi shpallë prioritet bujqësinë. Gjatë bisedës në një nga serat e fshatit Cuk, fermerët ngritën shqetësimin për ndikimin negativ që ka pasur projekti Open Balkan dhe largimin e të rinjve. Edhe kjo Open Balkani në Shqiptar nuk bëjmë çdo vit tani, sa herë dalin në treg, ne dalin treg me Serbin, me Grekun, me këto. Nuk konkurrojmë dot me Maqedoninë, për shkak se ata marrin subvencione. Kurse kjo Open Balkani në Shqiptar ka bosi. Ku s'kam kemirium, mo merr malli për një për mbesa, s'kam asnjë shtëpi. Ku jam? Ka 5 një për mbesa, s'kam asnjë shtëpi. Në këto takime, Bardhi ishte bashkë me kandidatin e PD-s për deputet në këtë zonë, Pelivan Bufi. Deputetja Mesila Doda, njëkohësisht sekretarja e përgjithshme e PD-s, ka organizuar një takim me Gratë Çame. Ajo kërkoi votën për Aleancën e Shqipërisë Madhështore dhe për Shpëtim Idrizin. Ne kemi disa rritje të cilat sa herë që thonë çfarë keni bërë ju, ditë të themi. E para është duke harresën. Çështja Çame ishte në harres. E dyta, miratuam rezolutën e Parlamentit Shqipërisë për çështjen Çame. Në datën 11 maj, ne duhet të tregojmë që ekzistojmë. Dhe ekzistenca jonë është tek besimi dhe tek vota ndaj Shpëtimit Idrizit tek Aleanca për Shqipërinë Madhështore, numri 1 Zoti Idrizi. Çdo votë që japim për kryetarin e partisë është një votë që ne japim për veten tonë, për kujtimin e familjeve tona, por edhe për atë të cilën fëmijët tanë do duhet trashëgojnë nesër, siguri, memorie historike, po edhe nderim dhe respekt për të kaluar. Koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet është ndalur në Korçë, ku para mbështetësve ju ka bërë thirrje qytetarëve që të votojnë ndryshimin, pasi përmendi emigrimin, mungesën e shkollave dhe hedhjen e prodhimeve të fermerëve. Lapa i kërkoi një vot hakmarrjeje. Ai pensioni nuk u del për ilaçet. Jeni prind dhe shkoni në spital me fëmijën dhe shihni që po su dhat para. Nuk vë njeri do. Jeni fermer, jeni blektor, dhe aty në fushat tuaja, në fermat tuaja, në stavat tuaja, pas jeni lodh një sezon dhe keni prodhuar. E hidhni produktin në kanal se nuk ka treg, se u mbyt kontrabanda. Shkoni në shkollë në mëngjes, shoni fëmijën dhe nuk ka ngroje, xhamat janë të thyer, nuk ka shërbim për të vegjëlit tuaj. Atë çast do të votoni për këta apo kundër këtyre? Ikën fëmija në emigrim pas i shkthyer me lot në sy, apo fëmija i radhës, qohet dhe lat dhe unë duke ullën vetëm në vatrën tuaj. Atë qast kur shini lotin në sytë e ti, do të votoni për këta, apo kundër këtyre? Është dita që të votoni për të marrë hak, për fëmijët që u kanë ikur, për produktet që keni derdhur në fushat tuaja,
për shkollat që mungojnë, për pensionet e ulta, për dhunën që ushtrojnë me tatimorët e tyre duke u trembur. Është koha të votoni ndryshimin. Ndryshojmë temë të informacioneve, policia e Lezhës ka vënë në pranga 2 të rinj të shpallur në kërkim si të përfshirë në dhunimin e Fatjongjinit në Lezhë. Ngjarja ndodhur në 11 prill, në pranga janë vënë një 15 vjeçar dhe një 20 vjeçar Dian Margjonaj, ndërsa shpallur në kërkim edhe një tjetër 15 vjeçar që dyshohet se po ashtu i përfshirë në konflikt. Sherri nisi fillimisht pranë rreth rrotullimit të katedrales Nën Tereza në Lezhë, ku Fatjongjini 34 vjeç dhe Ervin Nika 37 vjeç të arrestuar tashmë kanë goditur me mjete të forta shtetasin Redian Margjonaj. Më pas Margjonaj bashkë me 3 shokët e tij kanë goditur me automjet Fatjongjinin dhe e kanë goditur me mjete të forta duke shkaktuar dëmtime fizike. Policia ka finalizuar operacionin policor Suspend 1 duke arrestuar një 21 vjeçar gjatë kontrollit fizik të 21 vjeçarit. Shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruar një armëzjari, pistolet dhe municion luftarak që dyshohet se i posedonte me qëllim shitje në Tiranë. Në pranga ran edhe shoku i tij për mos kallëzim krimi. Të rinjt janë identifikuar si Devi Naçi dhe Albis Bahaj. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme. Ndalemi mëtej, liçeni i Kukësit po tërheq gjithnjë më shumë peshkatar amator nga Kosova. Brigjet e liçenit këto ditë u pushtuan nga 10 peshkatar, antar të shoqatës së peshkatarëve sportiv të Ferizajt. Liçeni i Kukësit po tërheq gjithnjë më shumë peshkatar amator nga Kosova. Brigjet e këtij liçeni këto ditë janë pushtuar nga peshkatarë të shoqatës së peshkatarëve sportiv të Ferizajt. Kryetari i shoqatës Naim Beluli thot se vim shpesh për të peshkuar për shkak të natyrës dhe shumëllojshmërisë së peshqve. Është peshki më aktiv dhe ka pak më tepër se në treva tona. Domthonë në ujin tona shumë më pak është peshki. Ata ne jemi pasionuar mas të sportit dhe kështu vazhdojmë. Jo vetëm në Kokës, por shkojmë edhe në Dibër, shkojmë edhe në Malxhi, shkojmë në gjitha trevat. Ndotja nga mbeturinat që hidhen në liçen kanë shkaktuar keqardhje ndaj Beluli, bën thirrje për ndërgjegjësim. Pa pastërti e madhe, përse edhe vetë që kjo po pengon më shumëti. Këto po bartën sigurisht prej, nuk është pej këtë ujtë, po vazhdimësi në rrjedhë liçenit kur lumi ku i bjen. Kjo është pa përgjegjësi e njerëzve, nuk është faktori njerëz është në pyetje. Mjerim është kjo, vërtet o mjerim. Pavarësisht vendosjes së rrjetave në grykderdhjen e lumit Drim për të penguar ardhjen e mbeturinave nga Kosova drejt Shqipërisë, ndotja e liçenit të Ferizës nuk po ndale duke sjellë një pamje jo të mirë ekologjike në kaskadën e Drinit. Lugina e Shkopetit është ndër zonat më tërheqëse në mat për shkak të pozicionit gjeografik, po bëhet çdo ditë më shumë destinacion turistik, ndërsa ata që frekuentojnë më shumë janë të huajt. Një familje nga Bullgaria është ndalur në Qafulës për të shijuar pamjen e mrekullueshme që ofrohet nga aty. Lugina e Shkopetit dhe Ulza vijojnë të tërheqin vëmendjen e vizitorëve të huaj. Kjo familje vjen nga Bullgaria dhe është ndalur në Qafulës për të shijuar pamjen e mrekullueshme që ofrohet nga aty. Për kryefamiljarin Graham, kjo është hera e parë që viziton Shqipërinë me familje dhe e pëlqen shumë natyrën. Një nga pikat më të forta sipas tij është mikpritja kudo që e tregojnë. Jo vetëm të rriturit, por edhe fëmijët. Kam ardhur në Shqipëri me familjen për një udhëtim të vogël. Ajo çfarë na pëlqen, sidomos në këtë moment, është moti, sepse është më ngrohtë se në Bullgari. Janë malet, qetësia, hapësira. Ktu jemi më afër natyrës, mendoj. Njerëzit janë shumë mikpritës, e vetmja gjë që nuk më pëlqen janë rrugët. Ndërsa bashkëshortja e tij Galena thotë se motivi i ardhjes në Shqipëri ka qenë një dokumentar në Netflix që e ka parë me vajzën e saj. Më pëlqen natyra, duket shumë e egër. Ka shumë fshatra dhe qyteza kudo, por prapë ndihet e lirë. Do të lëvizim për në Shkodër dhe më pas do të ikim për në Maltëzi. Jemi këtu me vajzën tonë. Ne pam një dokumentar për Shqipërinë në Netflix, ku fliste për kafshët e egra dhe për mbrojtjen e tyre. Asaj i pëlqeu aq shumë sa që tha, dua të jetoj në Shqipëri kur të rritem. Për të është vizita e parë dhe po i pëlqen deri tani. Familja nga Bullgaria thotë se do të rikthehet sërish në Shqipëri.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka përjashtuar nga tarifat e larta reciproke telefonat inteligjent, kompjuterët dhe disa pajisje të tjera elektronike të importuara kryesisht nga Kina. Veprimi i Trump përjashton gjithashtu pajisjet elektronike të specifikuara nga tarifat e tij bazë prej 10% për mallrat nga shumica e vendeve të tjera përveç Kinës. Administrata e presidentit Amerikan Donald Trump përjashtën nga tarifat e larta reciproke telefonat inteligjent, kompjuterët dhe disa pajisje të tjera elektronike të importuara kryesisht nga Kina, duke siguruar një lehtësim të madh për firmat teknologjike si Apple që mbështeten në produktet e importuara. Në një njoftim për transportuesit, Agjencia e Doganave dhe Mbrojtjes së Kufirit të SBA-s publikoi një listë të kodeve tarifore të përjashtuara nga taksat e importit. Veprimi i Trump përjashton gjithashtu pajisjet elektronike të specifikuara nga tarifat e tij bazë prej 10% për mallrat nga shumica e vendeve të tjera përveç Kinës, duke lehtësuar kostot e importit për gjysmëpërçuesit nga Tajvani dhe iPhone të Apple të prodhuar në Indi. I pyetur të shtunën në lidhje me arsyetimin e tij për përjashtimet dhe planet për gjysmëpërçuesit, Trump u tha gazetarëve në Air Force One se do të japë një përgjigje të specifikuar të hënën. Shumë shefe ekzekutiv të kompanive teknologjike e mbështetën Trumpin kur ai filloi mandatin e tij të dytë, duke marrë pjesë në inaugurimin e tij më 20 janar në Washington dhe duke festuar me të më pas. Shefi ekzekutiv i Apple, Tim Cook, organizoi një ballo para inaugurimit dhe ka vizituar Trumpin në shtëpinë e tij në Florida. Për importet kineze, përjashtimi vlen vetëm për tarifat reciproke të Trumpit, të cilat u rritën në 125% këtë javë, sipas një zyrtari të Shtëpisë së Bardhë. Tarifat e mëparshme prej 20% të Trumpit për të gjitha importet kineze që ai tha se kishin lidhje me krizën e fentanilit në SBA mbeten në fuqi, por zyrtari i Shtëpisë së Bardhë tha se Trump do të nisë së shpejti një hetim të ri tregtar të sigurisë kombëtare për gjysmëpërçuesit që mund të çojë në tarifa të tjera të reja. Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë tha në një deklaratë se Trump e ka bërë të qartë se SBA-ja nuk mund të mbështetet tek Kina për të prodhuar teknologji kritike, si gjysmëpërçuesit, qipat, telefonat inteligjent dhe laptopët. Papa Francesco u shfaq në publik në sheshin e Shëmpjetrit gjatë meshës të së dielës të palmave. Ai ati shenjtë lëvizi me karrige me rrota mes besimtarëve pa ndihmën e frymëmarrjes artificiale. Ai fillimisht përshëndeti zëvendës dekanin e kolegjit të kardinalëve, i cili kryesoi meshën dhe më pas të gjithë ata që takoi në kalimin e tij nëpër sheshin e Vatikanit. Papa u pa gjithashtu të vizitonte edhe bazilikën e Shëmpjetrit. Motra dhe vëllezër, ju falenderoj shumë për lutjet tuaja në këtë moment dobësie fizike. Ato më ndihmojnë të ndjej edhe më shumë afërsinë dhe mshurinë dhe butësinë e Zotit. Gjithashtu lutem për ju dhe ju kërkoj t'i besoni me mua Zotit për të gjithë ata që vuajnë, veçanërisht ata të prekur nga lufta, varfëria apo fatkeqësisht natyrore, deklaroi Papa kështu në mesazhin e tij, i cili u lexua nga drejtuesit e meshës. Ndalemi në tjera zhvillime, një regjizor austriak ka ulëmtuar në Shqipëri arkiva filmit dhe ka marrë mendimet e disa brezave për të kuptuar qasjen tonë ndaj të shkuarës. Për te i qasjes eseistike dhe filozofike duket se marrëdhënia jon me historinë është e pavërtet. Mbi një statuj të diktatorit Enver Hoxha, fjalia "askush nuk e dallon materialin e vjetër" në statujat e reja ndjek pas imazhin e një gruaje që ruan në stallën e saj një statuj tjetër të diktatorit dhe uron rikthimin e tij. Enver, ke djallohet e herë për një qenë. Djallët i japin shpirt dhe herë. Por njerëz si ajo, faji është i viktimave që gjithaq si të vdekur nuk mund të mbrohen, jo i persekutorëve që shkruan edhe historinë ose e bëjnë ende. Ndonë se psikologjia e nje sindromen e Stockholmit, banorët e varfër dhe ende të indoktrinuar të Shqipërisë shpesh e kanë të vështirë të kuptojnë se janë pasojë politikave të implementuara për të krijuar njeriun e ri. Edhe pranimi i sotëm i kultit të individit politik shkon në të njëjtin kah. Në titullin Gjenerata e imazheve, regjisori austriak Johannes Girlinger ka realizuar një film eseistik dhe filozofik që ndërmerr një gjurmim të proceseve të thella transformuese në historinë e Shqipërisë nga diktatura komuniste deri në ditët e sotme, duke sjellë një herësh realitetet kundërthënëse që bashkëjetojnë duke përjashtuar njëri tjetrin.
Filmi u shfaq në vilën e ish diktatorit me mbështetjen e ambasadës austriake në kuadër të festivalit Art Explora. I'm always interested in history. Jam i interesuar mbi historinë dhe mënyrën se si ajo tregohet dhe si ndodh procesi i transformimit. Shqipëria ka histori të pasur dhe duke qenë se jemi në vilën e ish diktatorit, më intereson edhe si funksionon memoria kolektive, gjërat për të cilat nuk flitet, si ka pjesë të historisë që mungojnë. Titulli ka dy kuptime. Filmi tregon breza të ndryshëm që e kanë jetuar komunizmin dhe secili ka një imazh të ndryshëm të së shkuarës. Regjizori ka hulumtuar në për arkiva, vende të harruara dhe kujtime brezash të ndryshëm që përçojnë e shfaqin ndërprerjet dhe pasojat në vijimsi. Një kom që vrau Zotin dhe shkatroi me kazma shtëpitë e besimit, jo si zgjedhje individuale, por si imponim politik, shpesh përzien nostalgjin, politikën, diktatin, frikën e paranojen, duke justifikuar dështimin e së sotmes me mungesën e dhunës së djeshme dhe duke e përsëritur atë në një cikël të ri. Bizhuteritë të kompanisë Cartier të përdorura nga familje mbretërore por edhe yje të Hollywoodit do të shfaqen në një muze në Londër. Bëhet fjalë për bizhuteritë të përbëra nga gur të rrallë, diamant, rubin, të cilat mbajnë brenda tyre kujtime të veçanta. Një ekspozit me bizhuteritë e krijuara nga kompania prestigjioze dhe luksoze Cartier, duke përfshirë orë dhe kurora, do të hapet në Muzeun VDA të Londrës. Themeluar nga Louis-François Cartier në Paris në vitin 1847, biznesi i drejtuar nga familja vazhdoi të bëjë një emër i njohur i familjes mbretërore dhe yjeve. Kjo firmë nuk del kur nga moda. Ne e shohim të veshur nga aristokracia angleze 100 vjet më parë dhe Hollywoodi sot, tha kuratoria e lartë e bizhuterive në Muzeun VDA Helen Molesworth në prezantimin e Cartier. Kemi një kuror të mrekullueshme që është bërë në vitin 1902 për konteshën e Wesset kuriorzimit atë vit. Kemi versionin e përditësuar të saj të vendosur nga Rihanna në një fotosesion të vitit 2016. Pra është ripërdorur mbi 100 vjet më vonë në stilin e ditëve moderne. Dhe unë mendoj se ky është një nga dizajnet më të bukur të Cartier. Nuk del kur nga moda. Është i ripërdorshëm në një kontekst modern dhe ne shohim të veshur nga aristokracia angleze 100 vjet më parë, por edhe nga Hollywoodi sot. Lidhja midis Cartier dhe familjes mbretërore britanike, tha Molesworth, daton në vitin 1902, kur Eduardi VII lëshoi urdhrin e tyre të parë mbretëror, një certifikat për ofrimin e mallrave dhe shërbimeve për familjen mbretërore. Kemi një histori të bukur londineze me familjen mbretërore, ku Eduardi VII në fakt ndihmoi në mbështetjen e Cartierit të ngritur në Londër në 1902-shin, i dha atij urdhrin e parë mbretëror në 1904. Dhe çdo brez i familjes mbretërore ka lëshuar një urdhër mbretëror që atëherë. Pra, kjo është një dëshmi e madhe për shkëlqimin e kompanisë dhe modeleve të tyre. Përbërja e disa prej 350 bizhuterive dhe objekteve të ekspozuara është me një diamant të rrallë roz, që mbretëresha Elisabeta II e porositi në vitin 1953.
Për shembull, një spil të cilën e vendosi më vonë në dasmën e mbretit Charles me princeshën Diana. Një kapse në formë trëndafili e porositur në vitin 1938 dhe e veshur nga princesha Margaret në kurorëzimin e motrës së saj, është gjithashtu pjesë e kësaj ekspozite. We have a wonderful tiara that was made in 1902 for the Countess of Wessex to wear to the coronation that year. Ne kemi 350 bizhuteri dhe objektet e ekspozuara nga koleksionet nga e gjithë bota. Por është shumë bukur për njerëzit që ta shohin këtë sot, sepse do të doja që vizitorët të vinin në VDA dhe të merrnin një ndjenjë gëzimi dhe bukurie dhe mendoj se është një mënyrë e mrekullueshme për të gjetur lumturinë në dizajn. It's reusable in a modern context, and we see it being worn by English aristocracy 100 years ago and Hollywood royalty practically today. Ndërkohë, artikujt e lidhur me të famshmit përfshin unazën e fejesës së këngëtares Grace Kelly, e parë në filmin e vitit 1956 High Society, dhe një Gjerdan Rubini i aktores Elizabeth Taylor, të cilin i adhuroi bashkëshorti i saj i tretë, Mike Todd. Ekziston gjithashtu një orë dore prej ari nga viti 1962 në pronësi të irzonjës së parë Jackie Kennedy dhe më vonë nga Kim Kardashian, si dhe një kurore vitit 1902 që është bërë për konteshën e Wessex dhe që prej atëherë u përdor në vitin 2016 nga këngëtarja Rihanna. But the curators have chosen that. Well, one of the most famous transitions from real royalty, from Hollywood royalty, is Grace Kelly. We have her engagement ring that she wore in High Society in 1955. Si historiane e bizhuterive, unë shoh se si ata kanë përdorur shumë elemente mrekullueshëm për të dalë me ide të reja brillante. Ata gjithmonë kanë kaluar përtej kufive dhe për çdo pikë të re në histori, ata kanë një shenjë të trashëgimisë së tyre. Ata kanë nxjerrë gjithashtu bizhuteri të reja që i përkasin gruas moderne. Given to Jackie Kennedy. E po një nga tranzicionet më të famshme nga mbretëria e vërtet është Grace Kelly. Ne kemi unazën e saj të fejesës që e mbante në High Society në vitin 1955, kemi një gjerdan të bukur me rubin që bashkëshorti Mike Todd i dhuroi Elizabeth Taylor. Ajo u emocionua shumë. Kemi një orë të mrekullueshme të Jackie Kennedy e bler më vonë nga Kim Kardashian, pra përsëri një ripërdorim i Cartierit. Kanë qenë nipërit e Cartier ata që shtyn dominimin global të markës, që hapi deg jashtë Francës në qytete si New Yorku dhe Shën Petersburgu. Cartier, që mbeti nën kontrollin e familjes deri në vitin 1964, aktualisht është në pronësi të kompanisë zvicerane Richemont. Dekada pas luftrave ballkanike, Kroacia shpreson të jetë e lirë nga mina toksore deri në vitin e ardhshëm. Mira njerëz nga i gjithë rajoni kanë humbur jetën nga shpërthimet e minave në fushat e minuara dhe nga municionet e pashpërthyer që ende mbushin disa ish fush beteje. Çminuesit ecin me kujdes nëpër një fushë pranë qytetit të Gospiçit në Kroacinë Jugore, duke përdorur detektor metalik për të gjetur mina toksore të mbetura gjatë luftës së zhvilluar atje mbi 3 dekada më parë. Kjo është pjesë e një operacioni që planifikohet të përfundojë në më pak se një vit, kur vendi shpreson të deklarojë se është i pastër nga mina toksore. Miliona mina toksore u vendosën në Kroaci, Bosnjë, Kosovë dhe Serbi gjatë rënies së përgjakshme të ish Jugosllavisë dhe luftrave të viteve 1990. Davor Laura, kreu i operacioneve në qendrën e veprimit ndaj minave të Ministrisë së Brendshme kroate,
tha se deri më tani ishin pastruar 1807 km2, dhe se ishin gjetur rreth 300.000 mina toksore dhe pajisje të tjera shpërthyese. Teksa kjo është vetëm një pjesë e sipërfaqes së përgjithshme të vendit. Minat u vendosën kryesisht në brezat e ngushtë të luftimeve të vijës së parë. Në fund të vitit 2024, zona e mbetur e krehur për minat e dyshuara toksore ishte 49.3 km2. Stradalo od mina eksplozivnih ostataka rata. Në fund të këtij viti ne do të përfundojmë të gjitha operacionet dhe më 1 mars 2026 do ta shpallim Kroacinë të lirë nga rreziku i minave. Ono što uvijek želimo naglasiti. Mijëra njerëz nga gjithë rajoni kanë humbur jetën nga shpërtimet e minave në fushat e minuara dhe nga municionet e pashpërthyera që ende mbushin disa ish fush beteja. Që nga fundi i luftës në Kroaci në vitin 1995, 207 civil dhe 40 çminues kanë humbur jetën nga mina toksore dhe municionet e pashpërthyera, u shpreh Davor Laura. Problem je izuzetno velik, ali Ukrajina Që nga viti 1996, 610 persona në Kroaci kanë qenë viktima të minave dhe mbetjeve shpërthyese të luftës, nga të cilët 207 humbën jetën, 31 ishin në moshën 18 vjeç, nga të cilët 6 vdiqën, dhe ajo që duam të theksojmë gjithmonë është se 134 punëtorë të çminimit janë plagosur, nga të cilët 40 kanë vdekur. Për disa nga operacionet në të kaluarën, ekspertët kroat kanë bashkëpunuar me ish armikun e tyre në kohën e luftës, Serbin, duke përdorur shpesh hartat ushtarake të fushave të minuara ku ata ekzistonin. Operacioni i çminimit në Kroaci ka dërguar gjithashtu ndihmë në Ukrainë për pastrimin e tokës atje, pas nisjes së sulmit rus në vitin 2022. Problemi është jashtëzakonisht i madh, por Ukraina po punon në mënyrë aktive për ta zgjidhur atë, dhe ajo që është një rrethan veçanërisht rënduese është fakti se Ukraina është i vetmi vend në botë që kryen aktivitete të veprimit të çminimit gjatë operacioneve intensive luftarake në territorin e saj, edhe ku përdoret spektri plot i armëve konvencionale. Për ata që jetuan në vendet që ishin në vijën e parë të luftës në Kroaci, fakti që vendi mund të shpallet i sigurt nga rreziku i minave toksore nuk mund të vijë shpejt. Emir Sefic, 40 vjeç, nga qyteti i Dvorit, rreth 150 kilometra në lindje të zonës së Gospiçit. Ishte fëmijë kur i mbijetoi një shpërthimi nga një detonator pa asnjë dëm. Mu duk si një lojë për fëmijë. E pash me bishtë të syrit teksa kaloja, duke qëndruar në bodrum pranë dritares, si një lloj silolapsi, i mbështjell në një tel jashtë në një gozhë në bodrum. Menduam se isha një mikrofon, por isha një detonator elektrik numër 17. Detonator broj 17. I tak, to je bila ogromna eksplozija, velika. Ishte një shpërthim i madh, një blic i madh, një top zjarri që u hap mes këmbëve. Kisha veshur këpucë gjimnastike, mi vuri flakën pantallonave, i dogji plotësisht, hapi një vrim të madhe në shtrat, mund të shije pllakat poshtë, një zhurmë e madhe e cila bëri dritaret të tunden, një shpërthim i fuqishëm. Nuk pata pasoja të përhershme shëndetësore, gjithçka funksionon, gjithçka është në vend, por pasojat janë